Deklarata e Ministres së Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska se parimi i Badenderit po keq përdoret si mjet politik, ka nxitur reagimet të shumta në skenën politike. Nga lidhja shqiptare thonë se vendimet e fundit kokë në vete të Ministres Janevska dhe deklaratat e saj publike në të cilat vërehet qartë tendenca për të injoruar Badenderin dhe të sjell ligjet për arsim sipas qejfit të tyre, dëshmojnë qartë hovin e qeverisë aktuale kundër arsimit në gjuhën shqipe. Sipas tyre, fillimisht pa debat publik, pa konsultim me ekspert dhe autoritetet lokale dhe pa një analizë të mirëfillt, vetëm me vendim të ministres është ulur numri i paraleleve me mësim në gjuhën shqipe në të gjitha komunat shqiptare. Edhe më skandaloze është deklarata për të sjellë ligjet për arsim të lartë pa badenter, që në gjuhën e thjesht përkthehet e pa i pyetur shqiptarët. Këto veprime nuk çojnë askund tjetër, vetëm se në vitet e 90-ta, kur pushteti njëjtë ndalonte ndërsa shqiptarët kërkonin shkolla shqipe, fakultetin pedagogjik dhe universitetin në gjuhën amtare, për çka kemi edhe dëshmor. Edhe Aleanca për shqiptarët ka shprehur shqetësim lidhur me deklaratën e Janevskës, për të cilën thonë se ka relativizuar një nga mekanizmat themelor kushtetues për garantimin e barazisë ndërmjet komuniteteve në vend. Ata thonë se Janevska e përshkruan Badenderin si një vegël për mbrojtjen e të drejtave të bashkësive etnike më të vogla. Ndërsa më pas, duke folur për zbatimin e këtij mekanizmi, i referohet pikërisht partive ku antarësohen shumica e shqiptarëve. Kjo gjuhë dhe kjo qasje janë të papranueshme. Shqiptarët nuk janë një bashkësi e vogël, të cilës dikush në qeveri i bën derë duke ia respektuar të drejtat. Shqiptarët janë popull shtetformues, një nga dy komunitetet më të mëdha në vend dhe faktor kyç në ndërtimin e shtetit dhe të rendit të tij kushtetues. Reagim lidhur me këtë patje edhe nga BDI, të cilët thanë se deklarata e ministres Janevska përbën sulm të drejt për drejt ndaj njërës prej shtyllave të marrëveshjes së Ohrit. Partitë opozitare fajsojnë vlenin e pushtet për heshtje ndaj këtyre deklaratave, siç thonë ata, fyese për shqiptarët. Ministrja Vesna Janevska së fundmi ka deklaruar se nuk është në rregull që shumica e Badenderit të përdoret si mjet për arritjen e zgjidhjeve politike. Pikërisht përmes arsimit dhe se nuk duhet të kërkohet Badender aty ku nuk duhet. Ajo i referohet 3 ligjeve që janë në procedurë parlamentare: ligji për arsimin e lartë, ligji për veprimtarinë kërkimore shkencore dhe ligji për cilësinë në arsimin e lartë dhe shkencë, e cila kërkon zbatimin e parimit të Badenderit.